Aje ka pas trendin e lartë dhe për një moment ju ndalë. Dhe filloj të standardizohë, se nëse e vrejnë televizjave vendosit të i ki një 20 deputet që do t'jenë tashti që janë prej 20.000 deri 27.000 vota, për me ka një dalim 500 deri 700 vota njëni me tjetrin, 200-300 vota. I ki një 20 që janë shumë të votum, pas ta i vjen kjo që është një uniform dhe kur reagoj zoti Kraki, reagoj gjatë kohës kur për në bëj procesin numërimit, për njerë filloj me ndryshu prap trendi, u rikëthy. Pra, a i filloj me marrë vota ma shumë, se sa dhe në atë moment që reagoj. Dhe në fund përfundoj me mbi 20.000 vota. 21.000 diçka. Ndërsa, kur ka reagu, ndoshta i ka pas 22.000 vota, apo 20.000 vota, aty pari. Pra, ka pas një trend të barabart me këta kolegë të tjerë që kanë qenë në mesin e atyre personave që i kanë marrë deputet, ku variojnë prej 25.000 ose deri 27.000. Pra është një uniform. Dhe këtu ka indicje që dikush, edhe brenda revizjes vendosit, tjetë munduar që të përfitoj, të dominoj, me pas edhe me vot të atregoj rëndësin dhe peshën e ti, dhe mendoj se po kjo është fenomen që në vizit vendosi, po flasim pasi që kemi pas ankesa nga subjekti, për shembull Partia Demokratike, një kandidat që ka kërku rinumërimin komplet për një komunë caktune. Dhe Bzapin nuk ja ka miratua të... Du me pas shumë fakte, argumente por tash ajo komunë prapë se prapë po shkën në rinumërim. Do më thë ka pas që kanë ngritë shqetësime... Po, vetëm se nuk do thot që nuk ndodhi manipulime. Pra, 10 komuna shkojnë 100% rinumërim, 28 komuna 10%. Do të thotë në kaluar ka ndodhur me një subjekti që ka ndodhur ja ka marrë mandatin, pasi do të thotë është përfunduar numërimi me ankesën e një kandidati që ka dyshuar që dikush ja ka marrë votat në këtë format në mënyrë të organizuar, ja hoqi drejtën e përqend do të thotë u zaventu, ndrum vendet dhe fitoi ajo në rinumërim. Sa aty është raporti që janë vjedhur votat. Po pra. Edhe njerëz që shku në përgjithësi edhe rasti është do thotë ndodhen, po cekçi po ndodhen edhe ka pasur. Unë ndoshta ndërlidhna direkt me zotin Dugolli për shembull për menimin tam, a ki pa të arsysh me zotit Dugolli për shembull me pas një reagim, ndoshta nga ana juaj të e ditë bagazhin ton politik dhe në aspektin kombëtar që një figurë që realisht ki dhonë shumë a shumë si do figura tjera që sot janë vetë vendosje. Për shembull keni marrë dikun 16.000 vota diçka,